Përshëndetje nga pushimet, ku për fat keq mjek je 24 orë dhe sigurisht mua nuk më rrihet dhe duhet t'ju kthej përgjigje mesazheve të shumta që më shkruani, sepse sigurisht më shkruani nga halli, të paktën 99% e rasteve. Atëherë vazhdojmë me pyetjen e parë. Mirëdita doktor, të dëgjova me vëmendje kur ju përgjigje pyetjeve. Unë vuaj nga tensioni i lartë, ritmi dhe zemra. Pi ilaçe, her pas here ulet ngrihet shumë, më mbërthen ankthi. Nuk di më mbërthen ankthi, nuk kam gjumë tër natën. Çfarë mund të bëj ju falemderit? Atëherë e dashur paciente, e cila nuk po ta përmend emrin, ke një simptom shumë të rëndësishme, e cila është e paneglizhueshme, është në rastin tënd kryesore dhe është në rastin tënd shkaku i problemeve dhe jo pasoja. Ajo është mungesa e gjumit dhe ankthi, të cilat janë të lidhura fort me njëra tjetrën. Ajo që do të sugjeroja unë, ajo që mendoj unë, është që ndryshimet që ke në tension dhe në frekuencën e zemrës nuk janë primare, por janë për shkak të ankthit që ke dhe për shkak të pagjumësisë që ke, këto thellohen. Dhe trajtimi i tyre është trajtimi i ankthit, trajtimi i pagjumësisë. Dhe në këto raste mjeku është mjeku psikiatër, jo mjeku kardiolog. Gjithashtu, në bashkëpunim me kardiologun që tensioni të rri në nivel sa më konstant, nuk po them, përshtatja e medikamenteve është shumë e rëndësishme. Përshtatja bëhet gjithmonë duke ndryshuar dozën e medikamenteve, duke i ulur ato nëse tensioni i ri i ulur dhe duke i rritur pak nëse tensioni i ri i lartë. Për frekuencën e zemrës është beta bllokuesi dhe ndryshimet bëhen gjithmonë ngadalë, shumë ngadalë, me ulje dhe ngritje shumë të vogla, pritje disa ditë deri në 2 javë që trupi të mësohet me atë ndryshimin e ri. Po sigurisht pagjumësia është simptom shumë kryesore dhe sjell dhe nga këto lloj problemesh të tjera. Shpresoj të kem dhënë një përgjigje.